Kem pun shumë. Ku jeni ju? Hajde këtu, hajde. Ti? Pluhun, ha? Ha? Ja. Ha. Patrz. Pluhun. Mirë. Ti në vend tënë. E ti? Mua? Ha? Ja. Diet. Paç, se ndryshe s'bën. Paç. Ka pun shumë. Ty t'kom kry. Edhe ty t'kom kry. Qëtur një dit, edhe këtu një dit. Ha? Besa këtu 2 dit. Këtu ka pun shumë. 2 dit. Këto 2 dit. Këtu një dit. Varet krejt për i prodhuzve. Mu. Krejt më varet për i prodhuzve. Këtu 2 dit. Këtu një dit. Këtu 2 dit. Për sot, ty. E në pruft ma vonë e kush buk, mirë. Mos pruft, balë është të shamë. E treta është sot! Qani rjep! Pas ka punë këtu për mu. Hajde, se t'je kom kalzu valla. Sot i blej kamionat. Edhe bërlogin mrena kom jau hek. Bërloga bre. Gjuni. Hajde se prodhimtaria kjo krejt. Krejto kjo prodhimtari. Këtu rrim s'prodhohet, kur gjë s'prodhohet, bërlog sa dush. Djale. Gjuni. Këtë ka dhëtë zja. Hej, shoq, a ki bërlog me veti? M'paq, lema qëtu, jo, që ku jenë kontat, se me dorë se breki. O morë vesh? Nuk kam. Nita!
Kanë po thretive. E ti kom po e thret. Nitën. Edhe unë e nitëm. Pse po threti nitën? E ti pse po e thret nitëm, vëlla? Kom punë. Edhe unë e kom punë. Çfarë punë e kiti? Me pru për lokën dhe? Nita! Nita! Merri krejt, so kjesë t'i kish, krejt merri! Që erdha? Ej, merri krejt kjesët me veti, qka t'i kish merri? Te, a ki cigare? Hej! Mos harro bukën! Veç qëre orën mirë se prej 4 e dejmë 5 ho, asë një dakik më vonë. A u kuptum? Hajde! Baba, kjo punë për mu, nuk ka punë për ty, unë e përnej këtu, hajde! Hej, mos e prek djalin! Po lullë më për dhënë, me! Tash mos e prek djalin! Hajde të shtëpia, ec. Jo se një normal, bre! Përshi, Qështë nuk shkoj qka gjithmonë. patën sot, qa patën qaj gjë? Sot e patëm për brëllokën duket se. Se gjithmonë edhe njëri tjetërit para derës brëllokën. Para me ndë. Hej, para me noni me që kanë të gjova. Të gjova që pas ka mu bo një ligj i ri, që kom i denu njerëzit që gjujnë për lok vende pa vend me 300 euro. Që kjo është rana më e madhe që kom ditë deri sot. Mos ta ideali që përin aty që për ta lyp bërlokun me ashut te ati e aj me gjyt në kontinjer. Në një vend ku e gjynë bërlokun kudo është që di me gjyt bërlokun kontinjer. Jo 300 euro, po 3 cent s'ka me të dënu. Jo, për një me që shtu ndëgjova veç, edhe për një me nëse nuk bëhe diçka, kom e na hangër bërloku. Katastrofë, Ai ka më po, është edhe një 20 vjetë, që tash për tash jo. sa optimist. Për me mbajt pastërti, duhet mu vedisu njerëzit që shprej fëmijëve që shkojnë në shkollë. Edhe me punu si vendet perëndimore. Gjuj bërdo ku dush, veç më zeshtë dikuj në gjik. Kështu. Niki, që kjo s'është në rregull. Të shmi! Hej! Ku po gjun? Buk s'ka sot, lëtje zotit sa dush. Buk s'ka... Ej! O shëq! Dil! E lipa buk, ja për lëg. Kjo? Pra djalin të banesa jote. A ti të më majt me buka?
Ma ke vonu pak po, nejse. Sa është ora? 5 e 3 minuta e pak. Për një 2-3 minuta nuk je i sak. Nesër mundona më koni sak, ton. Falneres. Ej, kur të vinë kamioni për bërllëk Vestfirëm? Nita! Nita! Hallo Freunde, da seid ihr ja wieder alle. Natürlich könnte ich mir auch einen Waschbären leisten, aber wir Raten benutzen lieber neueste Technik. Dać! Hallå? Qa po bëj, po dojnë me mdalë ment. Po, a i shoku i të prej si që ke shku ti, u mytë të më thirë. Kesh ti, kesh. Kretë ma halla janë duke ndëgju. Po, Okej. Yani hadi tiri ma var. Hajde, tëngë. Dhe derisa vazhdojnë mosmarrëveshjet në mes komunës dhe ndërmarrjes për pastrimin e qytetit, qytetin tonë kanë mbuluar mbetorinat. Tani qytetarët kanë filluar të mos i paguajnë faturat për heqjen e mbetorinave me arsyetim se të hollat paguhen, ndërsa mbetorinat janë po aty. Rreziku për ndonjë infeksion të mundshëm tek qytetarët çdo ditë më tepër poshtohet. Rita zë, Rita? keni të paguani 23 euro për hedhjen e mbeturinave. Bërlëk të në onë t'i po lyp, unë me t'a pagu bërlogun. A din qka djallë? Hec, shka dhe mos hajde mo kur të dira jem, se ta mushin një thash bërlog edhe ta qesë në shpinë. Hajdi ti me mi. Falë! Mirë zonjë, veç më do lajmëroj policin e atjer keme pas punë me ta. Lajmëroj e kondush, veç ty mës t'i shasyt. Hajt hupë. Vetëm ky vetë ma kujton fshatin. Më ka marrë malli për hojrin e fshatit. Si duket edhe prindve të mi u ka pëlqy jeta në fshat. Pse ty nuk pëlqen fshati? Nuk është që së më pëlqen, po nuk i di. Kur nuk më dajt ma shumë se një ditë.
Dita. Familja Osmani? Po. Zojna njoftuan se ju nuk I keni paguar. Lidhe, tak, lidhe, kape, shtinë të thë. O, nuk e paguj borlogun, derisa nuk pastrohet krejt borlogu, as një cent nuk jepi për borlog. Duhet ta dini se nëse nuk I paguani obligimet atë jemi të detyruar që... Dënove, hej! Nuk paguj, para pastru krejt borlogun, unë nuk jepi as një cent për borlog. Edhe deti me u bo uj, po m'jen shumë keq që më falë një ditën e mirë. Deti uj! U kryja? Falë! Hej, të va tjeta. Në gjot. Apo më gjeti mu? Po. Kështëre, kështu, do shta me të vetë vëllati qka. Unë e punoj këtu. Apo kuptan, unë jam shef këtu, krejt e kontrolloj këta, punoj unë këtu. Po. Do shta me të vetë sekret diçka, të lutna. Ka mundsi? S'ka problem, vetëm fol. Sa paguhet vëllani njëri, sa ka dënimin që gjumë bërlogin rrugë? Sa është dënimi? 50 euro. 100 mark! Opa, fantazi. Këshërë këtu, veç pak. Ti mu më gjetash. Po. A e ki ato me folat, punën aja ty? Po, në rregull, është krejt, veç pëshur më. Ti më thirë mu, Po? unë e këshyri këtu kush gjumë bërlog, ketë këtu banesa, Po. ketë ta këshyri këtu krejt. Unë e shkryj dënime, tak, edhe merrem i vesh për dënime. Po. Apo kupton, për ti e kish mimin tën, unë e kam çmimin tëm edhe mirë vesh. S'ka problem. Ka mundsi? Tash më do të më shkuë. Mu më gjon çtu që, krejt, gjithë kam gjon mu. S'ka problem. Knehem. Hajde, Au kry? mirë është. Bez sekret, ha? U bon, në rregull. Hajde miru pafshim. Qashtu, hajt puna e marr. Ferro mej. Hajde, okej. Sekret, ha? Obo. Hej! Sekret, ha? Ha! Jo ka zënë juve! Dënimet, rak, tak, paret! Ha! Qajni. Qka I ke po djallit? Manjak, qka I ke po djallit? Manjak, qka I ke po djallit? Manjak! është keq, keq është. Është keq. Hajde. Ka probleme, ha? Në rregull, mos u tut. Veç më duhet me bisedu diçka me ty. A ban? Duhet më kthy shpejt veç, se për 5 minuta këtu ketë bërllog e mushën. Okej, A hajde. kuptum? O bon, hajde shpejt. Keq shumë, keq. Keq është ai djali, shumë o keq. Keq është, se ka punën mirë hiç, keq është shumë. Edhe duhet mi dënu këta krejt se ton ka me dek për bërllogi. Krejt duhet mi dënu. Do është pak buk. Mos pashun në fill shkoj. Veç që atje në burg s'kish buk.
As rogën se ko marrë. Si ta marrë ta paguj, sa dush? Këta pa thojnë është mirë, po aja nuk është mirë. Aja është keq, aja është rrezik. Aja është keq, nuk është mirë. Unë e kom pa ata, gjithë ka hongër të e kanta atje. E 3, 4, gjithë e kanta, 4 ka hongër aj. Aja është, e kom pa, mërën e vetë unë e kom pa, kuru vetë e kom pa. Shumë keq. Qenë, urna, dhe shta del vëlla? As një dënin se kom shkru së. Po? Keq, po. S'kom qare pa i dënu, hiç s'kom qare. Pune ki. Ti mos të tut. Ty nuk dënaj, hiç mos të tut. A u boveq. Ani, faleminderit, boft mirë, hajde, tëm. Faleminderit. Sigurisht do është frigu që më të thipe atje poshtë. Me sigurim. Sa të pash prapë, kur doja, para klinës. Atëherë sa e sollën fëmijën e smur prej spitalit, ai si ka pashtu me njëherë ku i po fshet pas kontinjerave. E kur doja unë me njëherë po vjen për mrapa, ashtu të më thëta, është mirë, është mirë. E kur i tregova që ai nuk ka pas faj, po që fëmija është të helmu që ka hangër bërllog, që nisi ashtu me përtit prej gëzimit, mirë, është tepër e mirë, ashtu është nosh. Shumë i mirë, shumë tepi që ditë shumë i mirë. Komendu që... Qka? Hajde? Kur zim prind tu mi pyt, me fol me ta seriozisht shumë, me fol për, me bisedu me ta për martesën to, ku do më martu me ty. Ja. Pse, ja. Unë po mendoj që nuk është as një pjesë që na mu martu. Qka? Po, shifeni. Ende nuk është miratuar liqë për një mbajtjen e pastërtisë. Katastrofe. Po nëse nuk miratohet kur? S'ka mbajtjes. S'ka. Ka. S'ka. Ka. Ja. Po. Jo. Po. E shohim. E shohim. Edhe plus 50 euro. Hajde. Gjuni. Opa! Edhe një. Edhe plus. Edhe 50. Hajde. Gati, u bëm paret, gati për kamion. Sa të blej kamionat e mi, u kalzë juve. Hajde. Pak pare për kamiona. Pak. Zdalin këto pare për kamiona. Hajde, gjuni. Euro 100 marka. Unë nuk punoj mo, veç me laps. Denimin, tak, paret u kry. Hajde. Mere se buk është. Buk. Është një 17 minuta ma heret, po s'ka dert. Bof mirë. Pa mirës.
Pojmë se ky ligj do të ndikojë tek të gjithë për ruajtjen e pastërtisë në qytet. Ligji vjen në fuqi me njëherë. U miratu! Çka? Do ta përcjell gjykimin e U miratu! Çka po bre? Veç me dënime, thash veç me laps, me laps. Veç me dënime!